Qeveria e re akoma nuk është krijuar në Gjermani, por që tani po përballet me kritikat e shumta. Shoqatat e ndërtimtarëve kanë kritikuar ashpër marrëveshjen e partive të Unionit CDU-CSU dhe SPD-s për përgjysmimin e kontingjentit të forcave të punës nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Me këtë marrëveshje, miq të dashur, parashikohet që numri i punëtorëve të përgjysmohet nga 50.000 në 25.000 punëtor pa kualifikime në vit për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor ku bëjnë pjesë: Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia, Malezi dhe Bosnia e Hercegovina. Vendimi është befasues, vendimi është i dëmshëm dhe nuk është i mirë për ndërtimtarin, kështu thot Tim Oliver Müller, që është drejtor i përgjithshëm i shoqatës qendrore të industrisë gjermane të ndërtimit. Sipas tij, Gjermania ka planifikuar projekte të shumta për infrastrukturën, me të cilat ju kam njoftuar, po do të përmend prap, ku do të ketë nevoja të mëdha për fuqi punëtore që ky vend natyrisht nuk i ka për momentin. E një pjesë konsiderueshme e të punësuarve të huaj në këtë sektor të paktën vijnë nga vendet, siç thot ai, të ish Jugosllavisë dhe nga Shqipëria. Zvoglimi i kontingjentit sipas rregullores për Ballkanin Perëndimor në maksimumi 25.000, pra përgjysmimi nga 50 në 25.000, do të dëmtoj ndërtimtarin, mendon ai. Por për të marrë një vizë pune sipas rregullores për Ballkanin Perëndimor, siç e dini, por po ju kujtoj edhe një herë, kërkohet një dakordim paraprak, një Vorabzustimmung i agjencisë për punë dhe një kontratë pune. Pastaj me Vorabzustimmung dhe kontratën shkoni në ambasadën në vendin ku jetoni dhe kërkoni një termin për vizë pune. Kontingjenti i kërkesave në agjencinë për punë, po ju kujtoj edhe një herë, për shtetasit e Kosovës është plotësuar pas vetëm gati 2 javash në vitin 2025, ndërsa tani po përpunohen kërkesat nga viti i kaluar. Edhe sa i përket Shqipërisë, ka më shumë kërkesa në agjencinë për punë se sa për vendet tjera, por për Shqipërinë ende ekziston mundësia e kërkesave për dakordime paraprake. Ndërsa për vendet e tjera kërkesat janë më të vogla, që do të thotë se edhe kontingjenti natyrisht nuk është plotësuar. Por pas vendimit që kontingjenti për punëtor sipas rregullores për Ballkanin Perëndimor të përgjysmohet nga 50.000 në 25.000, me siguri që terminet edhe për vendet e tjera do të plotësohen më shpejt. Ndryshe, Gjermania ka parashikuar që të investojë në infrastrukturë në vitet e ardhshme të paktën rreth 500 miliard euro. Në të gjithë Gjermaninë mungojnë qindra mijëra banesa që duhet të ndërtohet, sepse ky është vërtet një problem i madh. Rreth 75% e rrugëve në Gjermani janë në gjendje jo të mirë, ndërsa rreth 16.000 ura duhet të merremetohet, siç thuhet në raportet e fundit, sepse nuk i plotësojnë as kushtet minimale për qarkullim mbi këto ura. Në këto ura, për shembull, nuk mund të kalojnë tankët dhe automjetet e rënda, e Gjermania kohët e fundit, siç e dini, ka vendosur të investojë shumë edhe në sektorin e mbrojtjes. E për të gjitha këto punë kërkohet natyrisht edhe fuqi punëtore, të cilën Gjermania aktualisht nuk e ka, të paktën jo në numrin e mjaftueshëm për sektore të caktuara. Ndaj, shoqatat e ndërtimtarisë kritikojnë vendimet e fundit të Unionit dhe SPD-s, por të kuptohemi, këto akoma janë vetëm parashikime të programit qeverisës, të cilat më pas duhet të shndrohen në vendime zyrtare pas marrjes së pushtetit nga qeveria e re, kuptohet. Qeveria e re do të votohet në Gjermani në javën e parë të muajit maj, por me të gjitha këto gjëra, pra me krijimin e qeverisë së re dhe me planet zyrtare kur të krijohet kjo qeveri, natyrisht do t'ju njoftoj në kanalet e mia. Andaj mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video, sepse e di që interesimi i njerëzve për punë në Gjermani, megjithëse vërtet kanë ardhur tepër njerëz ndoshta këtu, akoma është i madh. Faleminderit dhe mirupafshim.